Femra është bë mjet e cila paguhet. Paguhet femra për reklam. Dhe femra reklamon çdo gjë në vendet e tyre. Nuk punohet për lirinë e femrës sipas tyre, punohet për shfrytëzimin e femrës. E që fatkeqësisht në disa raste edhe femra muslimane e ndikuar nga filmat, nga serialet, nga videot, nga Instagrami, nga TikToku, nga ato gjëra që i sheh dhe mendon se ajo është realiteti dhe ato femra atje u kënaqën e ne ndoshta këtu mbetëm, fillon imitimin e atyre dhe pasimin e atyre, ndërsa ajo është në fenë Allahut Azza wa Jall dhe e rrethojnë gjithat mira. Atë që e sheh në film, atë që e sheh në reklam, atë që e sheh në muzikë, ajo është vetëm një film dhe vetëm një lojë e cila ju paraqitet njerëzve për të treguar ata lumturinë e tyre, ndërsa në realitet në shumë vende të tyre femra është bë mjet e cila paguhet. Paguhet femra për reklam. Dhe femra reklamon çdo gjë në vendet e tyre. Paguhet për ta reklamuar atë dhe paguhet për ta reklamuar këtë. Nuk punohet për lirinë e femrës sipas tyre, punohet për shfrytëzimin e femrës. Dhe është shfrytzuar femra në ato vende deri në atë shkallë sa që plot prej njerëzve të cilët i kanë pas në përduar femrat e ndryshme dhe pastaj ndoshta ato femra kanë arrit edhe në fëmijë të kenë me ata njerëz, në fund janë larguar dhe i kanë lanë ashtu të vetmuara, derisa vetëm në Amerikë do t'i gjesh 10 milion familje të cilat kanë nan dhe nuk kanë bab. 10 milion familje të cilat kanë shtëpi, nan edhe fëmijë dhe nuk kanë bab. Ku është baba? Ku është baba? Baba është i shpërndar në vende të ndryshme, nga zinajat e ndryshme, duke pas fëmijë me një dhe me një tjetër dhe me një tjetër, familje shkapërderdhur, familje e prishur. E që këte nuk e gjenë në Islam.